Është në studio dhe tani për qefin tonë të kemi një intervist me këngëtarin Mentor Mripa, gjithmonë kreativ me mentorin me bisedu në studio dhe sidomos kur kemi projekte të reja muzikore. Mirë se na erdhe, Mentor. Përshëndetje, mirë se ju gjeta Mediana dhe gjithë ekipi, se s'ka kuptim se s'mun është me bo veç ti. Jo, sigurisht. Do më thënë mas pari përshëndet krejt ekipin, mandej ty. Dhe dhenë se si gjithmonë hasa në mikëpritje që erdha pak ma herët se ti. Dhe takova shumë me që si kam taku me muaj, ndoshta me vjetë, shumë njerëz, edhe që. Po jenë shpetona, apo jo? Po jam, po që, trasin edhe shpia tjera, edhe shkoj prezentoj këngët atje pa nej problem. Sigurisht, pra ndaj është e bukur Kosova se jemi shumë ofër njëri tjetrit dhe kemi mundësi me komuniku me gjithë se cilin. Jemi këtu për projekte të reja muzikore, janë dy këngë që kanë arë brenda pak kohë. Ti e ke zakon i bën një pauzë, më pas taj vjen me projekte. Kështu që ka ndryshu diçka? E disi, vitin e kaluar, diku pas verës, diku fund verës, fillin djeshtës, me shokun tim në vjetër, Hekoranin, Krasniqin, bisedojshim anë një, hajde bre toli, provojmë, hajde një këngë, hajt një, kemi arritur të albumi. Dhe dhenë, kam realizuar albumin e 4 me radhë, në studio për vlasë, edhe një atri, shtu live, ato s'pi numërojmë, me titullin Alviz Bum, dhe më dhenë, Albanian Bum, B-O-O-M. Që ashtu e ka titullu Gjetja e Ismet Begjetit ishte kjo. Dhe pastaj ideja këtyre, dhe më dhe në Hekoranit dhe krejt ekipit, ishte që krejt këngë të bëjmë klipe. Kënga Amore është një këngë shumë e mirë, po të them që këngë krejt janë treja, gjitha. Dhe më dhe nuk vimo me një projekt një, po tash janë 8. 8 që kemi me i pritë. 8, po pra, 2 kanë shku dhe 6 tjera me kismet. E tash, kënga Amore është realizuar me shumë këngëtar. Një ide e Hekoranit, shumë këngëtar jove që ka pas dhe njerë që s'këndojnë, por që kanë incizu gjoja se po këndojnë, ndërsa zërim është dëgjuar, edhe është realizuar një klip i tillë. E tash, sot një javë doli klipi i dytë, po tash këtu jam vetëm, është kënga një figur stilistike që e përdorim as me sheher, as me barilev. Dhe dhe në kështu quhet. Prej titullit albumit e titulli këngës, interesante që të dyat. E disi Mediana, të gjitha këngët janë arktuse. Janë reggae, janë rock, janë funky, ka balada. Balada ka mas pakti, interesant tash. Sigurisht ki mu që dit, mas pakti ka balada. Balada janë 2. Tjerat janë ma ritmike. Bile kjo, as me sheherës, me barilev, është shumë ritmike, shumë. Në është një tekst jo tipik, pak me satir, dhe thot, as me sheherë, as me barilev, ti mund është me mbet, pyet nga pak njeri edhe tjetër kënd, mos me ndove që vetë. Në kjo është refreni. E aty ka, dhe më thënë, pjesë të këngës është, për shumë, kur thret dikush, a ke pa në pikë mëngjesit, pytë si jetë, kja e mire, kështu, hajde pa e për kafe, lafe, tjera, po, tjere, e kiti një njeri, a mund është me në kry punë që tu? Hajde, e kështu fillon disi. Dhe më dhe është pak jo tipike, po është këngë me tekst interesant të Gjavit Bujupit, një prej atyre që mas shumë të kemi punu, dhe më dhe me Hekoranin aty në gjatë albumit, dhe kjo është kënga. E tash, ma vonë presim edhe këngë të tjera. E po mirë shumë, edhe tash po më thonë që kemi të dyja këngët gati, kështu që po e bojmë kështu bisedën, pak muzike dhe pak bisedë, sepse këngët e tua janë shumë të bukura dhe për me i dëgjua dhe tekstet e gjithë shka tjetër, kështu që po shkojmë me të parën, me Amore fillimisht, edhe më pasaj kthehemi e flasim pak më gjërësisht edhe për as me sherë, as me barilev, edhe do e dëgjojmë edhe atë këngë, kështu që kjo është Amore, një projekt i ri nga Mentor Mripa. Amore dhe Mentor Mripa në ka shosruar në këtë pop rock, apo jo, Mentor edhe pa dyshim një këngë e bukur e kreatyre këngëve që të mbesin në kokë edhe të qohet. Shumë sakt, sepse për shembull refrenin mund ta mbajnë mend gjithkush, Amore të pa ta thënë dikur Amore. Tën, edhe kaq, mjaftueshëm, domethënë për një refren
të këngëve që mbeten, do të thosh ashtu. Dhe më lejo të lutem se dëgjova Norën më herët, Norën që dua shumë e respektoj shumë nga Vjena, t'i urojmë sukses bashkë Alisit sonte në Vjenë. Cili është komenti për këngën? Po të pëlqen ty kënga Alisit? Po, shiko tash, ende për mua është pate i kalush me Rona, gjatë përfatësimeve, përfat keq, po dhe më kështu. Po mendoj se Shkodra që 2 vjetë me radhë, po të cilë këngë bukra dhe Eurovisionin për cilë i moti, edhe pse kjo është edicioni 70 me radhë, dhe ka pas këngë bukra që ka ndalë, po ndodhen edhe gjëra politike, votime politike, kojshise, kujdiun e tjera, po me gjitha të uroj një ditë që edhe Kosova ta ketë këngën e saj përfaqësuese që mund të zgjedhet nga festivali e RTK-s, për shembull. Vërtet urojmë shumë që të ketë sukses, por nëse i themi edhe një projektit, bërin shumë përshtypje fakti që mbrenda videoklipit ka figura shumë të njohura, të estradës tonë, po edhe jo vetëm dhe të politikës e tjerë. Pse kjo zgjedhje? Balla, ta them shumë sinqerisht, ka edhe në këngë tjera, po do t'i bëjmë në një projekt veçantë, sepse kjo ishte ideja e Koranit. Heki ka ide interesante gjithmonë, Koran Krasniqi sigurisht e ke pas në studia e tjera. Sigurisht, po. Ashtu, dhe do thotë që të përfshihen shumë njerëz, në klipet e mia. Kjo ishte pak më e veçantë, ata kanë incizuar secili për vete në ambientet e veta, i falenderoj gjithmonë. Krejt ata që kanë xhiru janë miq të mi, janë njerëz që i njoh. Edhe është e bukur shumë. Po për shembull se tash këngën tjetër, që do ta shihni pak më vonë, që unë shumë jam i kënaqur të dyja po i prezantojmë në Radio Televizionin e Kosovës dhe jam thellësisht falënderues të ju në emisionin Pas dite, a pa çështo? Ashtu sa. Edhe jam falënderues shumë që arti më prezantohet këtu. Edhe kjo mënyrë e veçantë sepse sidomos me pjesën audio kemi punu shumë, pas tash klipet vinë nga një. Edhe ta them të drejtën, incizimet janë bërë krejt natën. Asnjëherë ditën s'kam këndu. Pse kështu? Mënyra jone artistave, punoj natën. Dhe jam thellësisht i kënaqur me atmosferën që është krijuar atje në studio, mund të heqen për Kosovë. Jam shumë i kënaqur, shumë me krejt mënyrën që kemi punuar. Asgjë nuk ka dalë prej studios pa pas edhe miratimin tim, do të thonë pa pëlqyer mua. Do thotë e fundit ka Gjala jote. Absolutisht. Për që gjehem shumë falenderuar. Vjen, me disa ndryshime në këtë album. Me ma pak balada nga herat e kaluara. Çka ka ndodhur me të? Shiko Mediana, unë kam dëgjuar rock gjatë jetës shumë. Jam dashamir i shumë i rockut botror e tjera. Dhe disi ishte një perceptim e Kuranit si duket, që unë mund t'i këndoj këto këngë, unë mund t'i këndoj, si që vrehet është, mund t'i këndoj. Mire keq është, edhe në lërësim subjektiv i çdo kujt, po mund t'i këndoj dhe i dua shumë këto forma, këto këngë. Thash në këtë album ka funky, ka reggae, ka rock, ka balada, tjera, në më dhënë stilet të ndryshme, ka dhe njërë si techno e kam, që do t'i pëlqej për shumë fëmijëve tu, e t'mije, ku e dion e tjera. Edhe, sepse besëm, unë e kam një këngë 2010 me Krefshin edhe me Lyrical Sun, edhe ma më fund weekend, që besëm gjeneratët e reja ende e pëlqejnë më shumë të atë këngë. Gjeneratët e fëmijëve t'mi, po vlaze, e tjereve, edhe. Do më dhënë jam i hapur për krejt. Tash, cilin stil e këndoj më mirë, është mabe tjetër, po unë mendoj që kjo është një gjetje shkëlqyshme e Kuranit për me këndu këto këngë. Edhe më tërë t'jedi ma mirë se sa onë që sa vështirë është sot me realizu album. Nuk është si ka qenë më për para, jo pritja për një album, në shku, me ble, me dëgju. Jo, marë për shumica laptop be krejt s'ka nga CD mo, se instalume të edhen. Qka të shtyri ty me bo albumin? Unë e thash, nga një këngë, nga një këngë, dhe erdhën të albumin, që nuk e as plan bile. Dhe ndoshta ma tutje do të qesë veç singla. Ashtë fizik kjo album? Si? Gjindet fizikisht kjo album? Do të gjindet se thash, intenca e këtyre dhe produksionit e mësale ishte që në gjdo këngë
ta ketë një klip të vetë. Gjë që mu do fillim bukur e vështirë, po ja që po dalin, po bëhen këto këngë. Është nevoja e tregut sot, që t'jetë gjithçka vizuele. Baj tash, pa jo, s'pe vlerësoj me të dëgjume, për para ngajshëm albumin, tash pa e pa dhe ava. E vështirë. Edhe pse që shakon bukuroshin, është ta ma mirë këshim pa, po në fem, marrë shkolla, dhe hajtë. Por janë këngë të cilat e gjejnë mënyrën. Kur janë këngë të bukura, e gjejnë mënyrën edhe dhe përtojnë, edhe jam e sigurt se kjo do t'jetë edhe Do t'ja ilustroj me një shembull të vogël, nëse më lejohet. Të mërkurën, do të thotë me 13 maj, më dhëmë 13 muaj, isha në përvjetorin e 80 të shkollës Frank Bardhi, gjimnazit, ku ndashta ke kryu edhe ti. Edhe aty më dhanë detyrë me këndu, të më drejtore, ata më dhanë me këndu këngën Trigota. Një këngë e vjetër e grupit MAK. Ideja ishte, pasi që është teksti Latif Berishës, profesorit, të vrarë, nga forcat sërbe, ta këndoj unë të këngë. Edhe kisha gjysëm playback, e këndova gjallë, një këngë që thati që mbetë. Unë ka mbetë, aty ishte autori këngës Gjevdet Gashi, ishte bia e Latif Berishës, Fatmirja, profesoresha, e tjerë. Dhe si që thanë betën të knaqërë, unë e këndoj shumë me zemër atë këngë. Dhe e këndova gjallë dhe s'pat nej problem. Dhe pëse është këngë bukur e vështirë, shto për më realizu. Do të të këngë të mira mbesim. Kjo ishte ajo dëshmi e plotësimi fjallës tënde. Shumë e vërtet, edhe është e dëshmuar kjo që kua nuk ja lanë shajk një projekt që është i bukur edhe që publiku e Trigota, më i mira të pëjata, ku i di unë këngë tjera që i dëgjojnë edhe generatat e reja. Sigurisht. Flasim edhe për projektin e ri për para se ta shohim. Shkurtimisht më tregove që është një këngë që edhe prej titullit tregon që ka satirë brenda saj. Është pak a shumë ky zhanri i amore apo vjen pak më ndryshe? Ja, është më funky ky, është më ritmik. Është kënga as me sherë, as me barilev. Bile besëm me Diana tash ko reprezentova këngën lloj komente atë. Tash po dhët njoni po të përshtat ka ty, dikur i përshtatet ati nëse s'po i përmendin se me emra politikanëve tash po du me jeq, mja prish as ty as mu vditën. Edhe tha se tash qysh po i bjen kjo, tha po te tha je i Mitrovicës për jeton në Prishtinë, po valla thash, kur shkojnë në Mitrovicë më thojnë kë Prishtinë Alia. Kur vi këtu më thojnë kë Mitrovicë Alia, tash hajt, birin fije. Domethënë është një figurë stilistike, lezetshme, humoristike, satirike që dikush kur është në dilemë, kur s'është as anej as kënej, thojnë as me sheher as me barilev, tekstin e ka shkruar Gjavit Bujupi, muzikën në orkestrimin Hekurani, unë e këndoj e ka realizuar Msale, këtu jam veç vetë në klip. Këtu je 100% mentor mripa. Ne sigurisht ne do të ftojmë edhe shpresoj se na vjen edhe era të tjera edhe për projektet e reja, edhe dy të tjera deri në përfundim të albumit, po shkurtimisht e ke në plan cila do të jetë radhës dhe sa po do ta presim? Do ta prezantoj, do ta them, është kënga Ti, do të jetë një këngë Ti ku unë e kam shkruar tekstin këtu në këtë rast. Sepse mos e pa që ditë shkruaj edhe unë ka pak tekste, po që edhe kompozoj ndonjë herë, po me shkru ka pak poezi, s'di me shkru, vjersha s'di me shkru, romane kurse si, po në tekst eventual di me shkru, ose konsideroj që di. Dhe është kënga Ti, dhe krejt kjo është interesant se këtë e kemi incizu të parën, po e lansojmë tretën me kismet. Edhe ekipi që fiton nuk ndrohet, thojnë në zhargonin futbolistik, Hekurani muzika në orkestrimin, unë tekstin tash në këtë rast, dhe produksione e Msale që ka realizu as me sheher, as me barilev që urojt ju pëlqej. E tash është momenti që ne të ta shohim, po fillimisht po të falendroj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë pas dite, edhe me zi presim projektet e tjera, edhe bisedën e radhës me ty. Me Diana falenderit televizionit të Kosovës, për prezentimin e të dy këngëve, për që gjithmonë kam qenë njëftuar, tash ko gjatë kam qenë, po do të thëtë, po shpresoj që edhe projekte tjera do t'i prezentojmë bashkë kështu. Me qef. Qoftë në pas dita, apo ku do të qoftë. Unë kam knatësi të madhe që bisedova me ty dhe më lejo ta përshëndes ekipin,
që na mundësoj të realizojmë këtë pjesë, edhe ty, natyrisht. Faleminderit shumë, mentor. Faleminderit shumë Gnaci edhe për neve që të patëm këtu. E po e përshëndesim ekipin nga regjia që të da transmetojnë tash. Këngën as më sherë, as më bari lejnë nga mentor Mripa. Ure t'ju pëlqej. Faleminderit.